Në punishtën e shkollës së mesme të ndërtimit Karl Gega në kryeqytet, zhurma e veglave tregon se një nga zanatet më të vjetra vijon të jetojë. Mes nxënësve është edhe Luciano, i cili ka vendosur të ndjek gjurmët e familjes së tij. Babi im po ashtu ka studuar për Marangos, si Shqipëri, si jashtë Shqipërisë, edhe kemi pasur një punishtë tonën, një punishtë të vogël, por koha erdhi që punishtën e mbyllëm. Edhe kur erdhi koha që u vendosi arsimin e mesëm, thash të zgjedh personalin, të zgjedh po këtë zanat, që të bëhemi të vazhdoj tradita e familjes. Edhe pse familja nuk e ka nxitur për këtë zgjedhje, pasioni ka qenë udhëheqje për të, siç thotë vetë, punimi i drurit është më shumë se sa një zanat, është mënyrë për të krijuar art. Familjarët e mi nuk është se kishin me qejf këtë arsim personal, sepse nuk e donin që të vazhdojnë kjo traditë, por unë kam vetë timen që duhet ta vazhdoj, sepse më pëlqen shumë si zanat, si punë, që nga veglat që janë, që nga prodhimet që bëjmë, nga arti që ne bëjmë. Pavarësisht zhvillimeve teknologjike dhe frikës se inteligjenca artificiale mund të zëvendësojë disa profesione, është i bindur se zanatet që kërkojnë mjeshtëri nuk mund të zëvendësohen. Unë në të ardhmen shpresoj që ta kemi një punishtë të timen, ku mund bëj çfarë të dua unë, mund të krijoj vepra arti nga më ndryshme me dru, edhe të bëj një punë sa më të bukur këtu në Shqipëri. Ndoshta tani thonë që po merr AI, po AI nuk e bën këtë punë. Edhe do të ketë një treg shumë të madh këtu në Shqipëri, duke pasur parasysh edhe ndërtimet që po bëhen, banesat, çdo shtëpi, çdo kat, çdo pallat ka nevojë për mobilje, ka nevojë për dollap, ka nevojë për krevat, ka nevojë për kuzhina. Këto duan mirëmbajtje, kështu që kjo do jetë një punë që do vazhdojë edhe në të ardhmen. Interesi për këto profesione ka qenë vazhdimisht në rënje. Aktualisht janë 48 nxënës që kanë zgjedhur drejtimin e përpunimit të drurit në këtë shkollë. Kjo e fundit ofron disa drejtime si ndërtim, gjeodezi, termohidraulik, përpunim druri, shërbime mjetësh transporti dhe mekanik.